Të nderuara delegatët të Këshillit të Përgjithshëm të Grave për Vetëvendosje, e nderuara kryetare e GVV-s Albulena Agjiu, një herazi dhe kryetare e Kuvendit të Kosovës dhe ushtruese e detyrës së Presidentes Republikës, e nderuara kryetare e Këshillit të Përgjithshëm të GVV-s dhe deputetja jon doktoresha Fatmire Mulhaxha Kolçaku, e nderuara sekretare e përgjithshme e GVV-s, zonja Agnesa Kastrati, e nderuara nënkryetare e lëvizjes sonë, profesoresha e historisë, Mrika Limoni Myrtaj, të nderuara mysafire që na keni ardhur dhe na keni nderuar sot nga Lugina e Preshevës dhe nga Maqedonia e Veriut, është me neve Ardita Sinoni, kryetare e Preshevës, pastaj Merita Kolçi Koçazhiku, deputete e Vlenit në Kuvendin e Maqedonisë Veriut, është Venera Azizi, zëdhënëse e qeverisë, pas 35 vjetëve ka shqiptare që është zëdhënëse e qeverisë së Maqedonisë Veriut. Naime Islami Zeqiri, përfaqësuese e Forumit të Gruas së Vlenit, e nderuara e mbijetuar dhe qëndrëstare e Jona Shyrete Tahiri, e nderuara ikone muzikës Adelina Ismaili, e nderuara Saranda Bogujevci, Ministre e Kulturës e Turizmit, zëvendës Ministre e Ekonomisë nga partia Guzot Riera Kasumi, të dashur aktiviste, gra e vajza, kur flitet për angazhimin politik, zakonisht përmenden strukturat, shtabet, koordinimet apo fushatat. Mirë po, se cila që ka kaluar qoftë edhe një periudhë të vetë me angazhimin lëvizjen tonë, e di që puna e vërtet politike zhvillohet diku tjetër. Në teren, në lagje, në bisedat të përditshme me qytetarët dhe në mbajtjen gjallë të lidhjes me njerëzit edhe atëherë kur është më e vështirë. Ka dallim mes një partije që aktivizohet vetëm gjatë zgjedhjeve dhe një organizate politike që ndërtohet për shumë vite me radhë. Vetëvendosja është ndërtuar me durim e përkushtim, me shumë punë e shumë këmbgulje, me njerëz që kanë trokitur derë më derë, që kanë diskutuar me qytetarë dhe që kanë mbajtur gjallë bindjen se politika duhet të jetë në shërbim të shumicës e jo privilegj i pakicës. Dhe këtë e shohim edhe sot. Lëvizjes po i bashkohen vajza e gra të grup moshave dhe profesioneve të ndryshme. Studente, asistente në arsim, inxhiniere, ekonomiste, gra të angazhuara në kulturë e fusha të tjera të jetës shoqërore në vendin tonë. Kjo tregon diçka të rëndësishme për vetë lëvizjen. Kur një organizatë arrin të lidh breza, profesione dhe përvoja të ndryshme jetësore, atëherë ajo nuk mbetet vetëm një strukturë politike, por bëhet organizim shoqëror. Ka periudha kur organizatat politike mbahen nga strukturat. Por ka dhe periudha më të rënda, kur mbahen nga njerëzit që nuk largohen. Dhe kush kanë qenë shpesh njerëzit që kanë vazhduar të qëndrojnë aty edhe kur është bërë më vështirë. Në shumë prej atyre momenteve, gratë kanë qenë ndër njerëzit më të qëndrueshëm të kësaj lëvizje. Jo sepse e kanë pasur më lehtë, përkundrazi. Shpesh e kanë pasur më vështirë se të tjerët, por e kanë kuptuar se organizimi nuk mbahet vetvetiu. Mbahet nga njerëzit që vazhdojnë të qëndrojnë aty. Ato e kanë ditur gjithmonë, ato që ne e themi jo vetëm sot, kush qëndron fiton.
Në politik, zakonisht shihet ai ose ajo që mban fjalimin, që del në televizion, apo që përfaqëson institucionin. Më pak shihet puna e gjatë që e bën të mundur vetëm mbledhjen, aktivitetin apo fushatin. Dhe shpesh pikërisht atë pjesë të padukshme e mbajnë gratë. Secila prej jush e di se si duken javët e fundit para zgjedhjeve në një qendër televizjes. Telefonata pa fund, lista të aktivistëve, organizim transporti, takime në lagje, gra që kujdesen që aktivitetit të mbahet, që njerëzit të mos harrohen dhe që puna të mos shpërbëhet nga lodhja. Ka aktivistit lëvizjes që për vite me radhë e kanë mbajtur gjallë organizimin në lagjet e tyre pa kërkuar pozit, privilegje apo vëmendje publike. Kanë qenë aty në secilin fushat, në secilin aktivitet dhe në secilin derë ku është dashur të trokas lëvizja. Shumë prej jush e keni ndërtuar këtë lëvizje në kohë kur angazhimi politik sillte kosto personale, paragjykime denigruese, e sulme të vazhdueshme. Për gratë kjo barë ka qenë edhe më e rëndë. Ka pasur periudha kur gratë e lëvizjes janë sulmuar shumë për mënyrën se si flasin, si duken apo si sillen, sesa për vetë idet a mendimit e tyre politike. Dhe me gjithë këto kanë vazhduar të jenë ndër njerëzit më të qëndrueshëm të kësaj organizate. Aktivistja politike në lëvizje rrallë herë e ka pasur luksin të merret vetëm me politikë. Shpesh ka dalë nga puna dhe ka shkuar drejt në aktivitet. Ka qenë teren gjithë ditën dhe prapu është përgjigjur telefonatave deri vonë në mbrëmje. Është lodhur, por ka vazhduar, sepse ka ndjerë që kjo organizat është ndërtuar edhe nga mundi i saj dhe se progresi varet edhe nga kontributi i saj. Sepse gratë din nga përvoja personale që një pjesë e madhe e punës që e mban gjallë jetën e përditshme, familjen dhe vetë shoqërinë, shpesh mbetet e padukshme dhe e panjohur. Të nderuara pjesëmarrëse të Këshillit të Përgjithshëm të GVV-s, ekonomia zakonisht matet me prodhim, fitim apo rritje, por një pjesë e madhe e jetës mbahet nga punë që nuk shfaqen në statistika. Kujdesi për familjen, për fëmijët, për të moshuarin dhe për shtëpinë. Dhe kjo barë vazhdon të bjerë kryesisht mbi gratë. Ndonjëherë padrejtësia më e madhe ndaj grave nuk është vetëm puna më e madhe, por mungesa e kohës. Mungesa e kohës për pushim, për veten, për qetësi dhe për jetë jashtë obligimeve. Dhe si mund të ketë pjesëmarrje të barabartë në shoqëri, kur një pjesë e madhe e grave vazhdon të mbajë barrën kryesore të jetës së përditshme. Pikërisht për këtë arsye, qeverisja nuk mund të ndahet nga jeta e përditshme, kur mbështeten lehonat, kur rriten shtesat për fëmijët dhe kur investohet në qerdhe publike, nuk bëhet fjalë vetëm për politika sociale. Bëhet fjalë për përpjekjen që barra e kujdesit dhe mbjetesës të mos bjerë vetëm mbi gratë dhe familjet. Prapa secilës prej këtyre politikave publike, ekziston një realitet që shumë gra në Kosovë e njohin mirë privatisht e personalisht. Në përtakime me gra në lagje, në fshatra apo në qytete, rrallë dëgjon ankesa abstrakte për politikën. Dëgjon shqetësime konkrete. Çmimet, kujdesin për fëmijët, kushtet e punës, mungesën e kohës dhe brengën për të ardhmen. Sot në Kosovë ka shumë gra që e planifikojnë javën duke llogaritur çmimet në market, faturat dhe shpenzimet e shtëpisë para sa ato të mendojnë për veten e tyre. Dhe pikërisht për këtë arsye në shumë vende të botës, sot po flitet për një krizë të kujdesit, për barrën e përditshme që po bëhet gjithnjë më e rëndë për familjet e sidomos për gratë. Kjo nuk është vetëm çështje individuale, është çështje kolektive, shoqërore dhe politike.
kur njerëzit jetojnë nën presion ekonomik, pas siguri dhe mbi ngarkesë, ndryshon edhe mënyra si marrin pjesë dhe përmasa sa marrin pjesë në jetën publike e shoqërore. Ka njerëz e grupe, fatkeqësisht, që përfitojnë nga një shoqëri e lodhur, e fragmentuar dhe pa besim në organizimin kolektiv. Sepse njerëzit që mezi e përballojnë jetën e përditshme kanë më pak kohë, më pak energji dhe më pak mundësi për pjesëmarrje shoqërore e politike. Shoqëritë disi të lodhura organizohen shumë më vështirë. Dhe kjo nuk ndodh rastësisht. Ka përpjekje që politika të kthehet në cinizëm, në lodhje dhe në bindjen se nuk ja vlen me që asgjë nuk ndryshon ashtu kështu. Kujt i konvenon kjo? Kush përfiton nga kjo? Kur njerëzit e humbin besimin të organizimi kolektiv, atëherë politika mbetet në duart e atyre që gjithmonë e kanë trajtuar si pushtet e pasurim për vete, e jo si shërbim për interesin publik e shumicën. Në Kosovë, për vite me radhë, shumë njerëz janë mësuar ta shohin politikën si privilegj, si pazar edhe si burim i zhgënjimit të vazhdueshëm. Pikërisht për këtë arsye, organizimi ynë ka pasur gjithmonë rëndësi më të madhe se sa vetëm zgjedhjet, se sa vetëm fushatat për zgjedhje. Dhe kjo bëhet edhe më rëndësishme në një kohë kur përplasit politike në Kosovë po bëhen gjithnjë e më agresive, kur inati dominon mendimin, ndërsa shumë energji harxhohet për blokada, tensione dhe luftë politike të përditshme në formën e polemikave të kota. Pikërisht në kohë të këtilla bëhet më rëndësishme që të ruhet lidhja me qytetarët dhe me problemet reale të tyre, sepse njerëzit nuk jetojnë nga dramat politike. Jetojnë nga shqetësimet konkrete, duke u përballur me to, dhe përballen me punë, me kujdes për familjen dhe me përpjekjen për të mbijetuar e për të jetuar sa më mirë. Në një kohë kur njerëzit shtyhen drejt izolimit, cinizmit dhe idesë që asgjë nuk ndryshon, vetë organizimi bëhet akt politik. Të organizohesh do të thotë të bëhesh bashk, të bashkërendohesh, të bashkëpunosh, të bashkëveprosh. Dhe ky organizim në një kohë të këtillë është akt politik. Dhe angazhimi kërkon punë. Çdo ditë kërkon durim, kërkon afërsi me njerëzit, kërkon këmbgulje pavarësisht pengesave. Sepse as familja, as shoqëria dhe as vetë organizimi nuk mbahen vetëm nga fjalët. Shpesh merret afërmendsh gjithë kjo punë që e mban jetën e përditshme funksionale, por pikërisht mbi atë punë të përditshme mbahet edhe vetë shoqëria mbar. Po, përfaqësimi ka rëndësi. Këtu kemi ish deputete e deputete të ardhshme në Kuvendin e Republikës. Mirë po, përfaqësimi nuk shkëputet dot nga nevojat reale të shumicës së grave, sepse kur nuk duhet të rrezikoj që të ngelet vetëm imazh. Në një kohë kur politika shpesh matet me prezencë në studio televizive apo në rrjete sociale, puna reale vazhdohet të mbahet nga njerëz që kalojnë më shumë kohë në terren se sa para kamerave apo pranë ekraneve televizive. Jo pak njerëz sot ne e dim ndihen të lodhur dhe pikërisht aty fillon puna jonë. Më shumë ti punë aty ku duket që ka lodhje. Pikërisht në kohë të këtilla, organizatat politike, sikurse kjo e jona, sprovohen vërtet, sepse është shumë më e lehtë të mbash fjalime sesa të mbash gjallë lidhjen me njerëzit kur ata ndjehen të zhgënjyer dhe pa shumë besim. Javët që i kemi përpara, 3 sosh deri me 7 qershor, kërkojnë sa më shumë prani në terren, më shumë komunikim me qytetarët dhe më shumë angazhim në çdo qendër,
sepse politika nuk përparon nga distanca. Kjo bëhet kur njerëzit organizohen e bashkohen. Pikërisht aty duhet të jetë lëvizja jonë, afër njerëzve në dëgjim të shqetësimeve të tyre dhe në mbrojtje të interesit të shumicës. Dhe po ta shohim historinë e lëvizjes sonë, në momentet më të vështira kanë qenë pikërisht gratë ato që kanë mbajtur organizatën afër qytetarëve, afër terrenit të përvojës dhe afër realitetit të përditshëm të njerëzve. Edhe javët që i kemi përpara kërkojnë pikërisht këtë forcë. Këtë forcë në çdo ditë e orë të tyre, me më shumë prani, më shumë organizim, më shumë këmbgulje, sepse asnjë përparim nuk ndodh e nuk mbahet vetvetiu. E di që ka shumë viktima të padrejtësive e të krimeve të ndryshme në shoqërinë tonë. Prandaj prioritet shtetëror i ynë në mandatin e ardhshëm është reformimi aq i thellë sa që mund ta quajmë transformim të sistemit të drejtësisë. Nga vettingu i gjyqësorit te prokuroria e re speciale kundër krimit të organizuar dhe natyrisht byroja për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Kujt nuk i përputhen të ardhurat me pasurinë, duhet i merret ajo pasuri e pamerituar. Ju falenderoj shumë dhe punë të mbarë.